Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Njeriu në përgjithësi dhe besimtari në veçanti duhet të jetë mirënjohës dhe falëndërues ndaj Zotit të Madhërisëm për të gjitha të mirat të cilat i shijon dhe i përjeton në jetën e kësaj bote. Njeri i mirë, besimtar i mirë, është ai i cili e vlerëson, e çmon dhe falënderon Zotin e Madhërisëm për të mirat të cilat i gëzon në jetën e kësaj bote dhe ndihet krenar në përkushtimin e tij në rrugën e Zotit të Madhërisëm. Të ndershëm vëllezër besimtar, në vazhdim të temës si ta presim muajin Ramazan, dëshiroj me i thënë 2-3 fjalë që mendoj se janë të rëndësishme për momentin dhe kohën. Nuk ka dyshim se jeta njeriut gjatë rrugtimit të tij në jetën e kësaj bote ka periudha të ndryshme. Shpesh herë ka të mira dhe shpesh herë ka dhe të këqija. Shpesh herë njeriu në fund të javës del fitues dhe shpesh herë në kalkulim me rrjedhat e jetës del edhe humbës. Por ajo që është më rëndësishme se në trajektorën e jetës Zoti i Madhërisëm ka lënë disa etapa në për cilat ka lënë njeriu e njeriu gjithmonë është fitues. Edhe nëse nuk e vren, edhe nëse nuk e kalkulon fitimin. Dhe një prej etapave për ditëve më të arta që i përjeton njeriu janë ditët e agjërimit. Ditët dhe natët të cilat na shoqëron muaji i bekuar Ramazan. Asnjë krijesë që ka besu Zotin e Madhërisëm nuk del prej këtij muaji humbës. E sidomos ata të cilët e pranojnë, e akceptojnë me vëmendje, me dëshirë, me përkushtim urdhnin e Zotit të Madhërisëm. Aq është bujar Zoti i Madhërisëm sa që askan prej krijesave të tij nuk e nxjerr prej këtij muaji humbës, por gjithsesi fitues. Mi po në jetën e kësaj bote vëllezër, shpeshherë vedia dhe vlera njeriut matet me ata se si vlerëson gjanat në jetën e kësaj bote. Mençuria njeriut shpeshherë vjen në pa, vrehet, kur e çmon dikan që duhet të çmohet dhe nuk e çmon ata që duhet të mos çmohet. Për shembull, ata të cilët tregojnë sot vedije, janë ata të cilët e kanë fillu këtë muaj agjërueshëm. Pse? Sepse e kanë vlerësu mënyrën më të mirë të mundshme, më të drejtë të mundshme, këtë fakt dhe këtë urdhër të madh të Zotit të Madhërisëm, dhe kjo tregon për pjekurinë dhe vedijen që kanë në jetën e kësaj bote. Ndërsa në anën tjetër, ata të cilët e kanë vlerësu këtë muaj, e kanë llogaritë si diçka normale në krahasim edhe me muaj tjerë, dhe nuk i përgjigjen mënyrën më të mirë të mundshme, kjo flet se ata ende se kanë vedijen e lartë me kuptuar se për çka po bëhet fjalë në jetën e kësaj bote. Vëllezër të ndershëm, kjo është muaji ku njeriu e mat veten përballë Zotit të Madhërisëm. Kjo është maraton ku besimtari e teston veten se sa është i gatshëm me ecë në stazha të gjata të jetës. Ky është muaji që e vën në pikpyetje besimin e njerit. Ky është muaji që e teston besimin e njeriut, sepse me lan hajën dhe pijen për dikan që ti se ke pa, po vesh ka kallëzu kush është, kjo tregon se sa ki bindje në Allahun xhallahu ala. Dhe se disa gjëra në jetën e kësaj bote nuk është kusht me i përjetu, me i besu, por është kusht me të kallëzu dikush në mënyrë më të mirë të mundshme se për çka po bëhet fjalë. Ne i kemi besu Zotit të Madhërisëm përmes fjalëve të tij në Kur'an. I kemi besu atij përmes fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e besojmë Zotin e Madhërisëm sikurse me pas pa me sytë e ballit në jetën e bote. Bile dhe më shumë. Nuk ka diçka në këtë dunja që unë muj me besu, edhe nëse e shoh,
më shumë se sa besimin e Zotit e Madhreshëm. Dhe jam I bindur se secili prej nesh, për besimtarve, e din dhe e kap këtë fakt se për çka po bëhet fjalë. Vëllezër, çaj që ti ke besu, edhe gjatë ditës, gjatë natës, në situata të ndryshme të jetës, e lidh fatin tanë me te, çaj të ka urdhëruar që ti sot me dalë agjërueshëm. Çaj Zot që ti shpreson në te, çaj ta ka obliguar agjërimin, dhe të ka porositur që ti përmbash kësaj rregulle në jetën e bote. Dhe kjo, vëllezër të dashur, ky agjërim me një farë forme është edhe një argument shtesë për ata të cilët ja kanë mësi botës së ardhshme me fakte të vërteta dhe me punë të mira dhe me punë të hajrit. Është transmetuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, I cili ka thënë se për çdo ditë të muajit Ramazan tharat një zan, një melajke për qiellit, edhe ju flet në ndërgjegjeve të njerëzve, ju thot: o ti bamirës, o ti vepër mirë, thot je në muajin që kërkohet ta shtosh veprën e mirë. Dhe thot drejtohet kana tjetër e thot: o ju të këqij, që e keni ngarku bagazhin e jetës juaj me vepra të këqija. Jeni në kohën, momentin dhe muajin që ja vlen të ndërpritni veprat e këqija dhe drejtoni ka e mira. Dhe tha Rasulullah, besimtarin nga ndërgjegja që e ka, ai orientohet ka e mira, e shton intensitetin e punëve të mira dhe bën përpjekje maksimale që të afrohet te Zoti I Madhreshëm përmes punëve të mira. Ndërsa ai I cili e ka shkput në ndërgjegjen, lidhshmërinë me Zotin E Madhreshëm, te ai nuk mrin këtë thirrje dhe përkundrazi ai e shton të keqen këtë muaj e pastaj e dekapitulon fatin e jetës vet në këtë botë dhe në botën e përjetshme. Vëllezër të ndershëm, Zoti I Madhreshëm është bujar. Askush se don njeriu më shumë se Zoti I Madhreshëm. Mirë po, Zoti I Madhreshëm nuk I thën ligjet të cilat I ka kriju vetë. Ai I cili ka mësy takimin me Zotin, ai duhet me shku përmes rrugës Zotit I Madhreshëm. E nëse I thën ligjet e Zotit në këtë dunja, atëherë përgjegjësia është e jotja, sepse Allahu subhanahu wa taala nuk e bën në ahiret të barabartë të devotshmin me të padevotshmin. Allahu në këtë dunja na ka pru plot argumente më na tregu se jemi të barabartë. Nuk është e barabartë nata dhe dita, I ftofti dhe I nxehti, s'janë të barabartë. E bardha dhe zeza ka ndryshim, dhe s'mund të janë të barabartë nesër në ahiret ata që e kanë njohur Zotin me ata që kanë njohur Zotin. S'mund të janë të barabartë të privilegjuar në botën e përjetshme ata që I kanë qëndruar besnik Zotit dhe kanë pasuruar bagazhin e jetës së tyre me vepra të mira, me ata të cilët janë distancuar për rrugën e Zotit Madhreshëm dhe kanë fundosur fatin e jetës së tyre në këtë botë, në botën tjetër. Në ditë për ditëve, sa bukur e tha një poet e përshkruajti të mençurin këtë jetë edhe botën e përgjithësi. Tha te Zoti I Madhreshëm pas ka njerëz të meqëm. Tha kanë kshyrë në dunja me dioptri të besimit dhe kanë pasë se kjo jetë është kalimtare dhe nuk ka përjetshmëri për askan. Thot pastaj janë kthy, kanë bë vepra të mira dhe I kanë bë veprat e tyre anije mbi të cilën kanë lundruar për në botën e përjetshme. Këto janë njerëz të meqëm, vëllezër të dashur. Ai cili kshir djathtas dhe majtas dhe e din se me të vërtetë jemi kalimtar në këtë botë. Por neve për në botën e përjetshëm na duhen argumentet e jetës. Nuk ka këtë dunja argument më të madh që dëshmon besimin në Allahun xhelle u ala se sa 5 shtyllat që I ka përcaktuar Zoti I Madhreshëm. Kur dëgjoni dhe bisedoni me njerëz të cilët nuk janë lidhtar të këtyre 5 shtyllave, edhe pretendon se e njeh Zotin dhe pretendon se është I mirë te Zoti, veç për të sjellë një selamin dhe thuj na vjen keq që jenë këtë gjendje sepse për qenë besimtar I mirë dhe për qenë I devotshëm dhe për ta kuptuar argumentin e Zotit Madhreshëm, dush me I pas të 5 shtylla me veti, me dëshmu se s'ka Zot tjetër përveç Allahut dhe me njoftë Allahun ai çka thon me njoftë. E dyta me pas namazin, vëllezër. Namazi është shtylla e Islamit, kurrizi me cilën ndërtohet e ardhmja. Me agjëru është shtylla e Islamit.
me shku në haqj dhe me dhanë zeqatin të në shtyudat e islamit. Këtu matët imani i njerit. Jashtë këtyre pikave, kushdo që ka matë me diçka tjetër, i vjen momenti dhe kupton se ka gabu. E dini vëllezër të dashur se Allah na thot në Kur'an, sa njeriu vjen te unë me bindet gabune. Pse me bindet gabune? Sepse e ka matë peshorën ahiretit me mend kësaj bote. E ka matë peshorën ahiretit me mend kësaj bote. Edhe ka mendu se peshore ahiret është një peshore thjesht. Dhe ka ndërtu argumente të paqenura. Dhe ka jetu në kuadër dhe e ka zhvillu jetën me argumente të gabushme të jetës. Dhe po e tham një shembull thjesht me përtusha për bëhet fjallë. Vëllezër, dje e takoj një person edhe më thot, unë nuk e pyeta realisht, sepse s'është punë e mja kjo. Tha, hoxhën nderuar, tha, unë nuk jam të agjeru. Po thash unë s'të pyeta. Thash po me që po më thu, unë s'pe kuptoj pse po më thu kështu, po okej, po më thu. A ban thash më të pyeta arsye pse? E di çka tha. Tha, kanë thonë të njerë, tha pleqt e njerëz të meqëm, se ai që e man familjen, ka drejt mës me agjeru. Po mi thash vlloj dashur, po në xhamin që shkojnë në kanimi veta, kemi familjen, edhe kush ka thonë ty kështu? Ku e mbështetet argument? Edhe Zoti ka thonë. E dini që Allahu nuk e fal ata i cili shpif Zotit fjalë. E dini që ai që shpif Allahut fjalë del prej se bote të vulost fatin e tij për në xhenem. Me ajetin Kur'an. Ta shoh vllai dashur. Kush e ka mësuar se bote me gënjeshtër se bote gjithmonë ka me ty qafën. Kush ka hyrë në tradhtë të ahiretit me pralla kësaj dunjaje dhe me argumente false kësaj bote, ai ka me dali dështuar prej kësaj bote dhe ka me funduar fatin e vet. Allahu nuk të ka thonë mos agjëro se ti e ma familjen. Përkundrazi, agjëro dhe bidja kafshatën e familjes në shpe agjërushëm, që të rritë shpërblimin këtë botën e përjetshme, që të ulësh në sofrën e iftarit me njerëzën tane, sepse na tha Rasulullah në kohën e Musait a.s. i pas ka thonë Zoti Musait, ja Musa, thot do të vjen një pejgamber i fundit me emrin Muhammed. Edhe thot popullin e tij, që po flet për neve, thot ka me i fal, edhe ka me mëshiru të hangë buk. Tha Musa, qysh o Zot të hangë buk i mi falë, mi mëshiron? Tha dhe ku të hangë buk ka mi falë. Tha që qysh? Tha sepse ullë në sofër të iftarit, apo në sofër, edhe është të Ramazanit, edhe ka fitu bukun me halal me njerëz, edhe ullë në sofër thot Bismillah, me emrin e atij që më ka furnizu. Edhe ku ta përfundon thot Elhamdulillah, falëndërimi ta kanë Allahu që më ka furnizu. Thot Allahu për rahmetit që ka jafshin gjunat. Musa tha o Zot, e pse s'u mbane mu me qenë ummeti, me kanë pjesat i ummeti. Allahu tha sepse për secilin ummet kam çu vlera të ndryshme, e këtë vlerat e përbashkëta i kam bë bashkë për jetë e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër të dashur, në jetën e kësaj bote, ne do ta njohim me Zotin e Madhërisht si mbas argumenteve ai që ka thonë. Kush e ka mësuar ahiretit, ai do të më ecë në trakën e sigurt me argumente të sigurta. Mos lejoni të tjerët me marr fatin e jetës tonë në dorë me argumente falso, sepse nesër të fundosin para Zotit të Madhërisht, e Allahu po thot në Kur'an, kur ti pyes nesër ata që dështojnë në peshore, pse keni dështu? Kanë me thonë dështuam sepse pas mi kalkulu gabimisht për Zotin e Madhërisht. Kush mi mbështet argumente false të jetës dhe sot po na përmbysin para Rabbul Aleminit. Të ndershëm vëllezër besimtar, si ta presim muajin Ramazan,
Dhe po e përfundoj për shkak të kohës me një argument shumë të rëndësishëm vëllezër. Ne kemi hyrë këtë muaj, do të jetojmë me këtë muaj dhe do të dalmi prej këtij muaji me një shpresë të madhe në Zotin e Madhreshëm, që të na mbulon të metat tona, të kaluarën tonë dhe të na jep mundësi që përmes të adhurimit të madh ta shohmi rrugën e realitetit në jetën e kësaj bote. Nëse na kanë funduar argumentet e jetës, kemi dështuar në shumë çështje, është momenti i duhur që t'i kthehemi Zotit të Madhreshëm, sepse nëse krejta mbyllin dyert e dunjas, ai i cili çel është Zoti i Madhreshëm dhe ajeti më shpresdhënës në Kur'an ka zbrit në muajin Ramazan. Por mi kallëzu njerëzve se nëse njerëzit i mbyllin dyert, mos u ban marak, sepse ai i cili ka fatin e jetës tonë në dorë është Allahu xhelle wala. Ai prej teje ka kërkuar diçka të vogël, një avdes, edhe një çështë të shtëpisë në rësirë të natës, edhe më lanë në dorë në sejdë fatin tanë atij i cili ka fatin e së krijesë në jetën e bote. Po e shkpute lidhen me Zotin e Madhreshëm s'dyl ma kur gjatë dunjaja. Po e majtë lidhen me Zotin e Madhreshëm mos u bën marak, sepse asgjë në këtë dunja nuk ndodh pa lejen e Allahut xhelle wala. Asnjë e mirë s'vjen te ti pa dhënë lejen e Allahut xhelle wala, dhe asnjë e keq nuk vjen te ti pa dhënë lejen e Allahut subhanahu wa taala. E ajeti shpresës ka zbrit në këtë Ramazan, këtë muaj Ramazan, dhe Allahu thot: O Muhammed, nëse të pyesin njerëzit për Zotin, thuaj Zotin keni afër. Nuk ka nevojë të bërtitni shumë, sepse Zoti do zanin e qetë. S'ka nevojë me bërtit shumë, se Allah unin veç orientohet zemrën kaj, edhe mos u bën marak, sepse kush ja ka dorëzuar Allahut jetën, ai gjithmonë ka me dalë fitimtar. E kjo është muaji i shpresës dhe ne me emrin Allahut azza wa jall ja kemi hap dyert i muajit me shpresë që ta lëm të kaluarën e keqe dhe ta shohim në rrugën e hajrit dhe të ecim në rrugën e drejtë në jetën e bote. Tu përfundoj për shkak të kohës. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.